Po edhe Einstein, sa për informat, ka qenë kundër themelimit të Izraelit në Palestinë, edhe kundër të asaj që bashkë me forcat okupatore britaneze në atë kohë që kanë okupuar Palestinën, me vrau banor vendas, me marrë shtëpiat, me uzurpu pronat edhe me dëbu ata prej shtëpiave të veta. Po shumica dërmuese banorëve të Gazës janë refugjat prej qyteteve të Palestinës që jahudit i kanë okupuar atë dhe i kanë dëbuar prej vendeve veta. Për shembull, Askalani është qytet kufi me Gazën, që është në okupim të Izraelit. Jafa është qytet pak më poshtë bregdetar, që është i okupuar prej Izraelit. E shumë qytete tjera përreth Gazës janë njerëz që kanë linë në vendet e veta, ata va kanë marrë shtëpiat, va kanë marrë pronat edhe i kanë dëbuar dhe ata janë barë, domethënë prej Askalonit, prej Jafës e prej vendeve tjera e kanë shku në Gaza. Edhe shumica dërmuese e banorëve të Gazas janë refugjat prej tokave të veta që va kanë uzurpu, kanë shku në Shkretin, në atë kohë ka qenë e banume, edhe e kanë banu me çadra, me kampe. E pastaj normalisht ato kampe i kanë shëndruar në shtëpia. Edhe palestinezët sa për informat në shumë vende të shteteve përreth, edhe në Egjipt, edhe në Jordani, edhe në Siri, edhe në Liban, kanë plot qytete të cilat në start i kanë nisë si kampe refugjatësh. Edhe masën pasi që në kamp përrin 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, së vend të gjithë jetën kamp, e nisë me bo një shtëpi dvogël, 1 dhomë, 2 dhoma, 3 dhoma, e pastaj është bo qytet. Edhe në Jordani, edhe në Egjipt, edhe në Siri, edhe në Liban, ki plot qytete me palestinez të cilët kanë ikë prej atë dheu tyre pas dëbimit që kanë bo dhe i kanë ndërtu këto kampe të cilët i kanë shëndru pasaj në qytete. Edhe Gaza është e tillë, me njerëz të cilët kanë jetuar në qytetet e veta, ku kanë qenë den babaden, kanë ardhur, i kanë marrë shtëpiat, kanë marrë tokat, i kanë përzon për aty në vendeve dhe këta janë detyruar me ndërtu kampe në Gaza dhe këto domethënë kanë filluar jetën derisa tash e shkatruan për afërsisht 75%, 80% të Gazës, por ajo që është duke ndodhur, ata s'po kanë sukses me shkatrue vullnetin, entuziazmin, imanin që kanë për të jetuar të lirë në tokën e vet. Edhe prej 2.200.000 banorëve, ata domethënë, megjithëse i kanë myt për afërsisht 52.000 zhdukur e të vramë, edhe 100.000 plagos, po hala domethënë s'kan mujt mi shkatrua dhe mi vra këtë, edhe s'kan me mujt mi vra kur. Sepse do t'i mundesh me shkatru shtëpinë, mundesh me aprish tokën, mundesh mi pas mundesh me marr vullnetin ose dëshirën për liri edhe për sakrificë. Edhe kjo është ajo që i man ata dhe është duke dhënë modelin e një popull liridashës i cili sakrifikon çdo gjë për ta fituar lirinë e vet.